Ukraina dëshiron që Evropa të ndihmojë në ringjalljen e përpjekjeve të ngecura për paqe me Rusinë, duke ndjekur një hap të parë të ngushtë, një ndalim të ndërsjellë të sulmeve ndaj aeroporteve të secilës palë. Ideja e propozuar nga ministri i jashtëm Ukrainas Andrii Sybiha do t'u jepte udhëheqësve evropian një rol konkret në diplomaci, në një kohë kur bisedimet e udhëhequra nga SBA midis Moskës dhe Kievit janë ngadalësuar dhe presidenti rus Vladimir Putin ka treguar pa korreks për një marrëveshje më të gjerë për t'i dhënë fund luftës. Propozimi do të përqendrojë në një marrëveshje të kufizuar Moskë-Kiev për të mos goditur aeroportet. Sybiha argumentoi se Putin mund të ketë një nxitje për t'u angazhuar në një marrëveshje të tillë, pasi qendrat kryesore ruse, duke përfshirë aeroportin ndërkombëtar Sheremetjevo të Moskës dhe aeroportin Pulkovo të Shën Petersburgut, po bëhen gjithnjë më të prekshme ndaj sulmeve ukrainase me rreze të gjatë veprimi. Por Kievi nuk po i kërkon Evropës të zëvendësojë Washingtonin. Përkundrazi, tha Sybiha, çdo përpjekje evropiane duhet të përforcojë diplomacinë e udhëhequr nga SBA dhe të shmang krijimin e pistave konkurruese. Propozimi i Sybihës vjen në një kohë kur disa udhëheqës evropian argumentojnë se kontinenti ka nevojë për një rol më të drejtë për drejtë në diplomacinë mbi çështjen e Ukrainës, shkruan Politico. Presidenti francez Emmanuel Macron ka hedhur dritë mbi mundësinë e bisedimeve të drejtë për drejta me Putinin, ndërsa ministri i jashtëm gjerman Johann Wadephul i tha gazetës Welt am Sonntag gjatë fundjavës se Evropa duhet të ketë një vend në bisedime. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i tha Politikos muajin e kaluar se refuzimi për t'u angazhuar me udhëheqjen e Rusisë ishte një gabim strategjik. Zyrtarët e lartë të BE-s deri më tani kanë qenë të kujdesshëm, duke argumentuar se Putin nuk ka treguar ndonjë qëllim serioz për ndaluar luftën e tij. Por kryediplomatja e BE-s Kaja Kallas hapi derën të hënën për një diskutim mbi rolin e Evropës, duke thënë se ministrat e jashtëm do ta trajtojnë çështjen kur të takohen më vonë këtë muaj. Më herët të hënën, Kallas hodhi poshtë sugjerimin e Putinit se ish kancelari gjerman Gerhard Schröder, një punonjës i hershëm i kompanive shtetërore ruse, mund të vepronte si ndërmjetës në emër të Evropës. Sybiha bëri shaka se Putin mund të nominonte për këtë post yllin amerikan të filmave aksion Steven Seagal ose aktorin francez Gérard Depardieu, të dy simpatizantë të shquar të Rusisë së Putinit. Sybiha e ngriti propozimin për armëpushim në aeroport me ministrat e jashtëm të BE-s me dyert të mbyllura, sipas një zyrtari të BE-s të njohur me diskutimin. Zyrtari tregoi me kujdes, duke thënë se ministrat së pari do duhet të përcaktonin se çfarë donte Evropa nga çdo kontakti drejt për drejt me Moskën.